ne jemi të prirur që me u fokusu te negativiteti, fjala negative, sjellja negative, dhe sa më shumë e mbajmë mendjen te kjo energji, jemi të prirur me shku drejt asaj energjie. Sa më shumë e majmë vetën, ndoshta unë edhe për shkak të profesionit tim. Shumë herët kam ditë me balancu energjinë pozitive me energjinë negative. Dhe është shumë e domosdoshme me ditë që nëse nuk e zhan pozitivitetin me njëherë, por më shumë te polariteti negativ, është mirë me balancu dhe me najt në një zonë neutrale derisa trupi jot, mendja jote të qetësohet për me pa dritën, po themi jeshile, apo dritën në fund tunelit. Edhe jam e bindur që na e potencojmë më shumë ndjenjen negative, edhe jemi të prirur me shku drejt asaj, se ti çfarë të tërheqësh, aty do shkosh. Kështu që po the, më ka thonë komundo, pse komundo? Po lidhna te kjo fjalia, pse më tha komundo? Po jo komundo, se unë jam kon kesh, tani nëse të rrinë mendja aty dhe fokusohesh te ndarja, sigurisht do ndahesh. Po ndikon në një farë forme kur beson shumë emocionalisht. Nuk e ndryshon me fjalët e duhura gjendje negative, gjendje emocionale negative, nëse nuk e fokuson me si ta zgjidhi, po direkt komundo, ose pse komundo, normal që ti do shkosh drejt ndarjes. Nëse i thu vetes, jo më unë ndana, jo me fort, ko me bo me funksionu, tani e ndryshon edhe gjendjen. Unë mendoj që gjithë njerëzit e kanë një energji. Gjithë njerëzit sa do të arritur, qofshin ata në karrierë, në jetën personale, sentimentale, etj. Nëse fokusohen dhe priren drejt negatives, aty do shkojnë. Po nëse priren drejt pozitives, sigurisht që merr kohje komplet tjetër. Edhe jam e bindur te energjia. Energjia flet më shumë se sa shenjat, se sa vetbesimi, se sa shumë gjëra që na jena të prirur me i besu para vetvetes.